E gjë është mjaft e përhapur tek populli jonë që thonë me rëndësi është zemrën me pas të pastër. Edhe pse s'falna, s'ka gale, s'ka problem. As kujt keq nuk i vaj. Nuk ja du të keqen as kujt. Kjo është shumë gabim. Edhe nëse është ashtu pikspani. Se shumë të raste nuk është ashtu as pak. Por le të themi se është ashtu. Atëherë ju sjellni një shembull. Ne jemi punëtor të Zotit në tokë. Çfarë u merr mendja juve nëse një punëtor punësohet me një fabrikë dhe aty në fabrikë nuk punon fare. Kur e pyet shefi pse nuk po punon, a nuk të kam punësu në fabrikën time, a i thot, unë e kam zemrë e mirë, s'ka lidhe pse s'punaj, unë me rëndësi nuk jam duke ta shkatru fabrikën. Çfarë mendoni, shefja do t'ja pranoj këtë arsyetim? Absolutisht. Edhe ne jemi punëtorë të Zotit tu. E kemi përmendur më herët që fotët kanë qenë pare që kanë marrë punën, kanë punëtorë të Zotit, kanë punu prej mëngjesit deri në drekë, pastaj krishterët prej drekës deri në kindi. Tash është rradha e jonë si musliman. Ne jemi punëtorë të Zotit në tokën e tij. Ne nuk e kemi kriju tokën, toka është e Zotit. As vetën nuk e kemi kriju, prandaj jemi punëtorë të Zotit. Ky arsyetim nuk vlen as pak. Ti ke obligim me u fal. Ka me të marrë Zotin llogari për namazin, edhe nëse je njeri më i mirë, edhe nëse me të vërtet nuk i bën keq askujt. Ku po jet detyra e Zotit? Ku po jet detyra e Zotit? Për çka të ka kriju ty Zoti? Për çka ta ka nënshtruar diellin, e hanën, e yjet, e tokën, e gjithçka? Ku po jet? Ku po jet detyra ndaj tij? Këtë i kryen ndaj njerëzve nëse se kryen ndaj Zotit. Prandaj vetë disa janë njerëz, lëni këtu palavra, këtu fjalë të kota. Vetë disa nuk kryeni detyrat ndaj Zotit.